ky udhëzim për shumë fish i rri taksa dhe në një forme paraqet barë shumë të madhe për qytetarët dhe për bizneset, sidomos për bizneset e vogla dhe bizneset e mesme. Ne e dimë që ekonomia kosovare nuk ka shumë biznese të mëdha dhe kjo tani me këtë udhëzim administrativ, bizneset e vogla dhe bizneset e mesme duhet ta kenë shumë problem që të inicojnë procedurat gjyqësore, ka qenë për shkak që nuk kanë gjetur rrugë tjetër për ta ulur numrin e lëndëve që sot ekzistojnë në gjykatat e Republikës Kosovës. Ne kemi përmi 160.000 lëndë të cilat janë mbetur ende të patrajtuara si backlogik i këtij sistemi gjyqësor për shkak të grumbullimit ndër vite, por nëse ky ka qenë qëllimi i KGK-s, atëherë është qëllimi më i keq i mundshëm, për shkak se nuk mundesh të gjesh zgjidhje të lehta për të rregulluar një çështje në barë të qytetarit. Unë besoj që KGK ka qenë shtyrë në një formë të bëjë një veprim të tillë për shkak të pamundësisë për ta menaxhuar të gjitha këto lëndë në sistemin e drejtësisë. Por kjo është çështje që duhet të rregullohet nga shteti dhe jo nga barra e qytetarit. Rritja varieron, kemi dikon për shembull kemi prej 100% në shumicën e rasteve deri në 500%, 600% të biznesit. Nëse një padi për një vlerë kompenzimit të dëmit në të kaluarën para fundit të vitit të kaluar është trajtuar me një padi, është iniciuar me një padi prej 30 euro, tani ajo padi duhet të iniciohet me një padi prej 200 euro për biznese. Nëse një propozim për sigurimin e provës, që është obligim në shumicën e rasteve për ta provuar se një dëm është shkaktuar, edhe kjo në fillim të procedurës, është iniciuar për 30 euro, tani është bërë 200 euro, që i bjen domethënë dikon 500%, 600% më shumë se sa që ka qenë më herët. Unë besoj që kjo do të ndikojë shumë, sidomos te qytetarët dhe te bizneset e vogla dhe të mesme. Ne konsiderojmë që udhëzimi për rritjen e tarifave në një kohë të gjendjes së tillë ekonomike të qytetarëve është i pranueshëm dhe se i tillë kemi rritje të tarifave të cilat shkojnë në disa raste mbi 300%. Kjo normalisht që ndikon në punën e avokatëve, sepse qytetari para se të fillojë një procedurë do ta llogarisë koston e kësaj procedure për kërkimin e realizimit të drejtë, respektivisht janë paraqitur vështirësi në realizimin e drejtave të qytetarëve për shkak të pengesave paraprake që nënkuptojnë nga rritja e tarifave. Këto tarifa në disa prej tyre janë rritur mbi 300%, që nënkupton se do të prek shtresat më të ulta, të cilat nuk kanë mundësi financiare që çështjen e tyre ta ndjekin përmes rrugëve gjyqësore.